Për ebolon, për masat e saj, do të bashkëbisedojmë me zotin Erion Dasho, mjek. Zotin Dasho, të përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Ku qëndrojnë sipas jush shifrat dhe a ka rrezik që ebola tashmë të përhapet globalisht? Unë besoj se rreziku i përhapjes globale është shumë i vogël. Mund të ketë raste të izoluara, të cilat mund të transmetohen në vende të tjera jashtë Afrikës, por përvoja ka treguar se virusi i ebolës është një virus i cili ka transmetueshmëri relativisht ulët në krahasim me viruset që kemi dhe që ka potenciale për të shkaktuar pandemi dhe për të përhapur jashtë vendeve të origjinës. Nuk duhet të harrojmë se deri tani të gjitha të 4 viruset e njohur të ebolës që shkaktojnë sëmundjet e njerëzit janë të kufizuar në përhapje në vendet e Afrikës qendrore dhe perëndimore dhe janë viruse të cilat, siç e përmenda edhe më sipër, kanë një aftësi të kufizuar përhapje. Ju e thatë shumë mirë në insert, përhapja ndodh vetëm nga kontakti me lëngjet biologjike të personit të sëmurë dhe kjo është arsyeja sepse këto viruse nuk e kanë potencialin që të përhapen dhe nuk flasim për shifra në mijëra, qindra mijëra dhe miliona siç flisnim gjatë Covidit, por flasim për shifra disa qindra, të cilat gjithsesi përbëjnë shqetësim dhe unë e kuptoj shumë mirë edhe vendimin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për të shpallur situatë emergjence, sepse realisht ebola e ka treguar edhe në epideminë e para 10 viteve në Afrikën perëndimore se ka potencial të shkaktojë epidemi në ato zona që ka përhapje masive, siç e tregoi edhe rasti siç e thash edhe para pak sekondave, epidemia që preku vendet e Afrikës perëndimore në vitet 2014-2016 dhe që shkaktoi mbi 10.000 të vdekur. Doktor Dasho, sa i rrezikshëm është virusi i ebolës? Këtu kam parasysh të kuptojmë cila grup moshë është më e rrezikuar. Ku shkakton fatalitetet? Virusi i ebolës është shumë i rrezikshëm dhe nuk do të thosha që ka një grup moshë të caktuar ose një persona të caktuar. Përvoja e pandemisë në Afrikën perëndimore tregoi se shkalla e fataliteteve është shumë e lartë dhe pothuajse të gjithë këto viruse kanë një shkallë fataliteti të lartë. Kjo vjen sepse virusi në rastet kur nuk merren masa të menjëhershme reanimimi të personave të prekur, sidomos kur fillojnë të shfaqen komplikacionet që japin edhe hemoragji të brendshme, hemoragji në lëkurë dhe përfundimisht është hemoragjia dhe shoku hemorragjik ai që shkakton vdekjen e pacientëve së bashku me insuficiencën ose me daljen jashtë funksionit të shumë organeve, të cilat shkaktojnë edhe humbjen e jetës. Përvoja ka treguar që ka edhe viruset e ebolës me një vdekshmëri mbi 60-70 apo dhe më tepër % të rasteve të prekura dhe kjo është ajo e cila e bën dhe më të rëndë situatën në këto zona të Afrikës qendrore dhe perëndimore. Mos harrojmë kontekstin ku po zhvillohet pandemia. Janë disa nga zonat më të varfra të globit, disa zona ku sistemet shëndetësore ka raste që janë edhe inekzistente, pra që nuk funksionojnë dhe nuk ka spitale, nuk ka qendra shëndetësore, nuk ka mjek, pra ka infermier ose vullnetar nga komuniteti që ofrojnë shërbime shumë bazike mjekësore dhe nga ana tjetër një sëmundje e cila edhe për sistemet e zhvilluara shëndetësore të vendeve evropiane që ka aftësi të kujdesit intensiv dhe të reanimimit superiore përbën një sfidë të vërtet në menaxhim, sepse kërkohen masa shumë të reaktive, masa shumë të forta për të arritur që të mbahet në jetë një person që ka manifestuar komplikacione të ebolës, pra kërkohen transfuzione gjaku, kërkohen infuzione, kërkohen masa reanimimit të tilla që në këto vende ku është duke ndodhur në këtë moment epidemia, kanë të pamundur që t'ja ofrojnë qytetarëve. Për këtë arsye në këto vende ndodhin dhe këto shkallë kaq të larta vdekshmërie dhe kjo e ka për Organizatën Botërore të Shëndetësisë që të reagojë sa më shpejt për të parandaluar që situata të përshkallëzohet në atë situatë që pam para 10 viteve në Afrikën perëndimore, Liberi dhe vendet fqinje.
Doktor, cilat janë simptomat e para, edhe a ka një vaksinë e cila mund të merret ndoshta përpara për të mbrojtur? Atëherë, simptomat e para janë simptomat e një viroze, është me dhimbje koke, dhimbje muskujsh, ethe, pra është një të gjitha paka shumë këto viroza manifestojnë në shenjat në momentet e para me një kuadër klinik I cili nuk është shumë specifik, por ai që orienton është gjithmonë situata epidemiologjike. Pra, në qoftë se këto shenja fillojnë dhe shfaqen në një person I cili ndodhet pranë një vatre të njohur të ebolës, kuptohet që orientojnë drejt ebolës. Por në qoftë se këto shenja do t'i kemi sot në një të sëmurë në Europë, në Shqipëri apo kudo tjetër, nuk e themi dhe nuk janë shenja specifike që të orientojnë për ebolën. Është komplikacioni dhe rastet e komplikuara, sidomos ato me fenomene hemoragjike në lëkurë dhe në organet e brendshme, të cilat pastaj flasin dhe orientojnë drejt ebolës. Por ajo që orienton fillimisht pra është pikërisht situata dhe lidhja epidemiologjike me vatrat e shpërthimit. Për sa I takon pjesës së dytë të pyetjes tuaj, vaksinën, janë viruse, këta pra nuk janë variante të njëjtit virus, janë 4 viruse të ndryshme të ebolës që njihen të shkaktojnë sëmundjet tek njerëzit, nga të cilët ai që njihet si virusi I Zaires është edhe virusi I cili ka patur dhe ka pjesa më e madhe e rasteve që janë sëmurur dhe kanë humbur jetën deri tani I përkasin në mbi 90% pikërisht këtij virusi. Ndaj këtij virusi që ishte përgjegjës edhe për epideminë në vitet 2014-2016, ekzistojnë qoftë mjekime specifike me antiviral, qoftë edhe vaksinë. Por e theksoj, rasti I shpërthimit në fjalë është një tjetër virus, është virusi Bundibugyo që njihet dhe ky virus është ndaj tij duke qenë se është edhe një sëmundje shumë më pak e përhapur dhe shumë më pak e shpesht se ajo e virusit që shkaktohet nga virusi I njohur si virusi I Zaires, nuk ka as medikamente specifike dhe nuk ka as një vaksinë të njohur. Kjo e bën edhe më të vështirë menaxhimin dhe kjo e bën edhe më sfiduese situatën dhe prandaj e përsëris edhe një herë ajo nxitimi I organizatës botërore të shëndetit për të marrë masa dhe për të shpallur një situatë emergjence. Qartë, doktor, ju e thatë pak më parë, epidemia është përhapur në zonat varfra të Afrikës, por edhe jo vetëm. Në këtë kuptim doja të pyesja shqiptarët, duhet qetësohen nga ebola? Shqiptarët nuk duhet të shqetësohen nga ebola, sepse edhe gjatë pandemisë që unë sapo e përmenda, sepse është pandemia fatkeqësisht më e njohur dhe nga të gjitha shpërthimet e mëparshme të ebolës, pra epidemia në Afrikën Perëndimore, patëm raste sporadike të cilët ishin infektuar në zonën e Afrikës Perëndimore dhe u sollën për trajtim në vendet e Evropës Perëndimore apo të Amerikës Veriut. Madje ishte edhe rasti një misionari gjerman që humbi jetën atko, ishte rasti një infermiere amerikane që humbi jetën dhe raste të tjera që u sollën në kohë në Gjermani, në vende të tjera europiane apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u trajtuan me sukses. Edhe për në rastin në fjalë kemi rastin e një pacienti, nëse nuk gaboj kanadez, që u soll në Gjermani për trajtim, dhe do të kemi edhe raste të tjera të cilët mund të evakuohen dhe të trajtohen në vendet ku sistemet shëndetësore ofrojnë kushte më cilësore për trajtim. Kjo është edhe arsyeja sepse shqiptarët duhet të jenë të qetë, pra është e pamundur që të kemi një shpërthim të ngjashëm në Shqipëri, sepse duhet të vijë virusi në Shqipëri dhe të transmetohet, ndërkohë që jam I bindur që autoritetet shqiptare I kanë të gjitha mundësitë që të identifikojnë persona potencialisht infektuar, shqiptarë që mund të kenë udhëtuar në zonën në fjalë, është shumë e vështirë, ajo është një zonë në luftë tani, në luftë shumë pranë kësaj zone, është një zonë ku deri para pak javësh ose para pak muajsh ka qenë zhvilluar dhe një luftë civile dhe është një zonë që është në konflikt pothuajse të përhershëm, pjesa lindore e Kongos, që është kufiri me Ugandën, me Ruandën dhe me Burundin. Dhe në këtë zonë e përsëris edhe një herë është shumë e pangjashme, ndërsa shqiptarët tashmë ku nuk ka dhe shqiptarët I gjenë në vende nga më të që nuk ta pret mendja.
por nuk besoj që mund të kemi shqiptarë në këtë kohë, të cilët në këtë vend, të cilët edhe të jenë infektuar, të jenë ekspozuar ndaj këta vatre dhe të përbëjnë dhe rrezik për përhapjen e virusit në Shqipëri. Por kjo nuk do të thotë që Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti i Shëndetit Publik nuk duhet të marrin masa, sa herë organizata botërore e shëndetësisë shpall një emergjencë shëndetësore, është detyrë e autoriteteve shëndetësore të vendeve anëtare, ku bën pjesë dhe Shqipëria, që të reagojnë duke në radhë të parë sensibilizuar personelin mjekësor, duke qetësuar publikun dhe duke drejtuar ato mesazhe të cilat publiku ka nevojë të marrë në këto momente. Doktor Dasho, ju e thatë, përhapja e 10 viteve të Ebolos na ka mësuar, por gjithashtu edhe pandemia e pak viteve për mënyrën se si duhet mbrohemi ta neutralizojmë edhe në një farë mënyre të kemi kujdes. Sot që flasim, organizatat botërore, çfarë po bëjnë për ta neutralizuar, për ta mbajtur në kontroll? Në rast të parë është përgjigjja humanitare ndaj këtij rajoni që është prekur. Pra është rajon, e përsëris edhe një herë, ndër më të varfrit e botës dhe me sisteme shëndetësore pothuajse inekzistente. Pra është detyra që aty ka patur humbje jetë edhe në personel shëndetësor, sepse personeli shëndetësor edhe në epideminë e Afrikës Perëndimore ka qenë i ekspozuar, ka patur mjek dhe infermierë që humbën jetën, sepse kontakti me lëngjet biologjike të personit infektuar, sidomos që janë në stadiet e fundit të jetës, madje edhe varrosja e papërshtatshme e kufomave, rrezikon përhapjen dhe shpërben rrezik për përhapjen e virusit të Ebolos. Në këto kushte, detyra kryesore është që të dërgohen sa më shpejt pajisje mbrojtëse për të mbrojtur personel mjekësor i cili në këto vende është jashtëzakonisht i rrallë, mjekët numërohen me gishtat e dorës dhe infermierët po ashtu. Duhen urgjentisht të dërgohen masa. E dyta, pasi mbrohet personeli mjekësor, menjëherë të edukohet popullata dhe në epideminë e Liberis dhe të Afrikës Perëndimore ka qenë një problem shumë i madh dhe aty ka edhe popullsi që janë i përkasin fetë muslimane, që janë rritet caktuara të përgatitjes së kufomës për varrosje dhe është bërë një punë e jashtëzakonshme dhe ka pati dhe shumë humbje jete, pasi pati dhe rezistenca për arsye kulturore dhe fetare ndaj praktikave që u imponuan për mënyrën se si duhet të varroseshin të vdekurit. Dhe kjo ka qenë edhe arsyeja dhe kjo është edhe arsyeja që duhen marrë masa të menjëhershme në këtë zonë që të parandalohet transmetimi më tejshëm, qoftë gjatë kujdesjes për familjarët e prekur, qoftë edhe gjatë ceremonive mortore për personat që humbin jetën. Pastaj vjen sigurisht ajo që lidhet përsëri me faktin që sistemet shëndetësore në këto vende janë pothuajse inekzistente, duhen çuar menjëherë në këto vende medikamente të cilat janë të nevojshëm për të bërë të mundur menaxhimin e rasteve. Pra infuzione me jo, këtu nuk bëhet fjalë më se thash që nuk njihen antiviral të saktuar që të veprojnë ndaj këtij virusi, por janë të gjitha ato masat mbështetëse që kanë të bëjnë me dhënien e infuzioneve, kanë të bëjnë me materialet për transfuzionin e gjakut, ka të bëjnë me vendosjen e laboratorëve të cilët do të bëjnë të mundur dhurimin e gjakut të sigurt, të mos harrojmë që këto zona janë zona ku ka jo vetëm përhapje të tanishme të Ebolos, po janë zona ku HIV-AIDS-i ka një prevalencë shumë të lartë, pra Ebola në rastet e komplikuara pacientët ka nevojë për transfuzion e gjaku, por duhet që ky transfuzion gjaku të jetë i sigurt, pra është një proces shumë kompleks që në këto zona të varfra është e vështirë të sigurohet dhe prandaj Organizata Botërore e Shëndetësisë besoj do të fillojë një operacion masiv për të bërë të mundur pra mbrojtjen e personelit mjekësor, parandalimin e përhapjes së mëtejshme dhe kufizimin e vatrave të transmetimit, kujdesin për personat e prekur dhe të mos harrojmë emërusin e përbashkët që e gjithë kjo ndodh në një zonë në luftë civile. Pra është një problem jashtëzakonisht kompleks dhe ka qenë plotësisht e justifikuar masa për të shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Doktor, për të kuptuar pak rrezikshmërinë e këtij virusi,
pas sa kohë shkohet në fatalitet mbas infektimit? Atëherë, të katër viruset kanë ecuri të ndryshme, por zakonisht ecuria drejt kolapsit dhe insuficiencës së organeve dhe nxjerrjes jashtë funksionimit të shumë organeve të organizmit në të njëjtën kohë mund të ndodhi edhe brenda pak ditësh dhe vdekjet ndodhin edhe brenda pak ditësh nga shfaqja e komplikacioneve. Është një sëmundje e përsërisë edhe një herë, e cila në kushtet e një sistemi shëndetësor të papërgatitur dhe në kushtet e një sistemi shëndetësor që nuk ofron as shërbimet më bazë, është pothuajse e pamundur shpëtimi i jetës të personave që shfaqin forma të komplikuara. Edhe vendet si Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e tjera europiane me sistemet konsoliduara, me shërbimet kujdesit intensiv të konsoliduar, e kanë shumë të vështirë dhe e kanë sfidë trajtimin e këtyre rasteve, sepse, siç e thash, në fazat e komplikacioneve, çrregullohet i gjithë koagulacioni i gjakut, ndodhin hemorragji masive dhe personat vdes nga mungesa e gjakut ose nga nxjerrja jashtë funksioni e organeve jetësore të organizmit. Pikërisht kjo bën që të duhet e gjithë vëmendja në këto zona për të qenë edhe kosto efektiv në menaxhimin e pandemisë, është në parandalim në kufizimin e përhapjes së mëtejshme për të shmangur një katastrofë shëndetësore siç ishte ajo e Afrikës Perëndimore para më shumë se 10 viteve. Qartë, doktor Dasho, edhe një pyetje të fundit. Cili është skenari më i keq nëse Ebola përhapet edhe deri jashtë kontrollit? Skenari më i keq, unë besoj se më i keq se si skenari i epidemisë në Afrikën Perëndimore të vitit 2014-2016 është e vështirë të kemi. Ajo ka qenë një situatë jashtëzakonisht e rëndë, ku siç e thash pati më shumë se 10.000 humbje jete, zgjati 2 vjet menaxhimi i epidemisë dhe gjatë kësaj kohe pati kohë të mjaftueshme edhe për të zbuluar medikamente antiviral që të vepronin kundër virusit të personat e prekur, pati mundësinë të zhvillojë edhe vaksina kundër virusit të Ebola të tipit Zaires dhe bëri që përgjigjja pastaj të ishte efektive dhe me një kosto shumë të madhe njerëzore dhe financiare dhe materiale të arrijej të vijej në dominim. Dhe të mos harrojmë që ishin vende relativisht të lehta për të arritur, sepse ishte Bregdeti i Afrikës Perëndimore, ku medikamentet, ku pajisjet parandaluese, maskat, veshjet mbrojtëse të personelit mjekësor dërgohen relativisht lehtë, kurse këtu jemi në mes të pyllit një prej pyjeve më të dendur tropikal që i kanë ngelur planetit dhe në një zonë që është një zonë shumë e vështirë për të arritur dhe një zonë në luftë. Pra, rasti më i keq i mundshëm do të ishte ai që përjetuam para 12 viteve në Afrikën Perëndimore dhe uroj që këtu të jemi më herët në kohë për të parandaluar një situatë të tillë. Doktor, faleminderit shumë për gjitha informacionet e përcjella rreth këtij virusi, i cili duhet thënë edhe në Shqipëri ka ngjallur frikë, megjithëse nga analiza juaj kuptuam se jemi shumë larg epidemisë edhe vendit, le të themi, të origjinës. Falenderoj shumë edhe të uroj punë mbar. Edhe unë falenderoj dhe edhe një herë më lejon vetëm të marr pak sekonda për të qetësuar qytetarët që nuk ka asnjë rrezik për qytetarët shqiptar nga pandemia, nga shpërthimi i Ebolës në Kongon Lindore. Është shumë larg prej nesh, rrugët e ardhjes së virusit janë pothuajse inekzistente, të pamundura dhe po ashtu dhe rreziku për popullatën tonë në këtë rast është zero. Faleminderit. Qëtojmë qytetarët që na ndjekin. Faleminderit, doktor. Ditë e mirë.